Ndonjëherë jeta të tregon shenja që nuk mund t'i injorosh gjëra të vogla që duken si rastësi, edhe pse ti nuk i kërkon. Një tingull tjetër i heshtjes, një mesazh që pothuajse mbërriti por nuk erdhi, një prani që shfaqet pikërisht në momentin kur vendos të ecësh përpara. Ekziston një moment shumë i veçantë në çdo proces të një lidhjeje të thellë, në të cilin në sipërfaqe duket sikur asgjë nuk ka ndryshuar, por brenda gjithçka është zhvendosur. Me shumë gjastë prej ditësh ose ndoshta javësh ke ndjerë një shqetësim që nuk është frikë, por një siguri e çuditshme. Është sikur dendësia e ajrit rreth teje të ketë ndryshuar, sikur kujtime, ndjesi ose prania e papritur e dikujt që nuk është fizikisht aty të shfaqet papritur. Dua që të marrësh një moment për të marrë frymë dhe të dëgjosh atë që zemra jote ka kohë që përpiqet të thotë, edhe kur mendja jote përpiqet ta mbulojë. Sepse ajo që do të dëgjosh nuk është fantazi dhe as ndonjë rastësi e bukur. Ajo që ti percepton është reale. Ajo shtypja e lehtë në gjoks, ajo dridhje ndryshe, nuk është imagjinat dhe as një dëshirë e dëshpëruar që gjërat të ishin ndryshe. Është konfirmimi që filli i padukshëm midis dy vetdijeve është vendosur. Sot dua të flas me ty për personin që ndonë se është përpjekur ta fshehë ndjen diçka që nuk mund ta fshehë më, as ndaj vetes së tij. Frika e vërtet për të humbur. Nuk është frika neurotike e egos që do të posedoj. Është diçka shumë më e thellë dhe primitive. Kur dikush që mban energjinë tënde në shpirtin e tij ndjen se po të humb vërtet, diçka zgjohet brenda tij. Është një zgjim i menjëhershëm, i pakëndshëm dhe i papritur. Për një kohë të gjatë ky person mund të ketë ecur në jetë me bindjen arrogante se ti do të jesh gjithmonë aty i disponueshëm, pritës, duke mbajtur dritën ndezur ndërsa ai vendoste nëse ishte e sigurt të afrohej. Por dinamika energjetike nuk është statike. Në momentin kur ti u ndryshove, kur energjia jote pushoi së prituri, ti dërgove një valë tronditse përmes lidhjes që arriti në qendër të realitetit të tij. Nuk ka rëndësi sa shumë është përpjekur ky person ta fshehë, sa krenari ka ndërtuar apo sa justifikime logjike ka krijuar për të mos ndjerë. Ekziston një moment në këtë rrugëtim kur shpirti pushon së dëgjuari mendjen. Në atë moment shpirti dëgjon boshllëkun, dëgjon mungesën dhe përballet me mundësinë reale, të prekshme dhe të frikshme që ti mund të mos ekzistosh më në të ardhmen e tij. Dhe pikërisht kjo po ndodh tani. Ndërsa e lexon këtë, nuk të nevojitet një telefonat të humbur apo një mesazh i gjatë për të ditur se është e vërtetë. Ti e di sepse lidhjet shpirtërore nuk reagojnë ndaj kalendarëve apo logjikës, por ndaj dridhjeve. Dhe kur shpirti i tjetrit ndjen se është pranë humbjes së shtëpisë së tij energjetike, ai fillon të lëviz. Ajo që do të kuptosh sot do të ndihmojë të shohësh pse ky ndryshim po ndodh pikërisht tani dhe pse të prek kaq thellë. Shpesh besojmë se heshtja do të thotë fundi, se distanca është e barabartë me harresën. Por në botën e energjisë, heshtja është shpesh hapësira ku ndodhin transformimet më të fuqishme. Personi që mund të jetë dukur i ftohtë, i largët ose i hutuar, tani hyn në një fazë në të cilën vetdia bëhet e pashmangshme. Shpërqendrimet e zakonshme nuk funksionojnë më, injorimi i ndjenjave të veta nuk funksionon më. Diçka e shtyn atë drejt një lëvizjeje të papritur, një reagimi që nuk vjen nga vullneti i vetëdijshëm, por nga një nevojë jetike për të rikthyer ekuilibrin që ti ndryshove me tërheqjen tënde. Por për të kuptuar pse kjo frikë për të humbur është kaq e fortë dhe pse do të shkaktojë diçka të papritur, së pari duhet të kuptojmë çfarë ke bërë ndoshta pa e vënë re që ka ndryshuar përgjithmonë rregullat e lojës. Nëse je gati ta integrosh këtë të vërtetë në jetën tënde, shkruaj në komente, po e marr fuqinë time mbrapsht. Edhe ti po ndryshon dhe kjo është një pjesë thelbësore e tërësisë. Për një kohë të gjatë energjia jote ka qenë e drejtuar nga jashtë, gjithmonë në lëvizje drejt këtij personi. Ka qenë energji pritjeje, dyshimi, pyetjesh të pandërprera. Ndoshta ke kaluar net duke menduar nëse ai ose ajo ndjen diçka, nëse do të kujtoj, nëse prania jote ka rëndësi.
Kjo dridhje e lindur nga dashuria shpesh është perceptuar nga ana tjetër si një kërkesë, si një presion i holl që paradoksalisht i ka dhënë personit tjetër mjaftueshëm siguri për të mos lëvizur. Për aq kohë sa ti e mbaje lidhjen i vetëm, tjetri nuk ka pasur pse të mbante asgjë. Por diçka ka ndodhur. Ti ndoshta pa dashje ke mësuar të zgjedhësh më shumë veten. Ke filluar të tërheqësh energjinë tënde, jo si ndëshkim për tjetrin, por si akt dashurie ndaj vetes. Dhe sapo kthehesh tek vetja, dridhja ndryshon në mënyrë radikale. Ky fenomen është i njohur si fizika e boshllokut në marrëdhëniet shpirtërore. Natyra, universi dhe shpirti i njerëzit e urrejnë boshllokun. Kur ti pushon së ndjekuri dhe nuk dridhesh më nga nevoja, në dinamik krijohet një hapësirë bosh. Dikur kjo hapësirë ishte e mbushur me këmbënguljen tënde, gatishmërinë tënde, vëmendjen tënde të vazhdueshme. Tani ka heshtje, por nuk është heshtje pa rëndësi, është mungesë e brendshme. Dhe dua që ta kuptosh me të vërtetë këtë ndryshim, sepse është vendimtar. Mungesa fizike do të thotë të mos shiheni. Mungesa e brendshme shfaqet kur nuk je më i varur nga miratimi i tij apo i saj. Është momenti kur lëshon mendërisht dhe emocionalisht dhe përqendrohesh në qendrën tënde. Kjo mungesë është pikërisht ajo që godet personin tjetër tani, sepse më parë ti i jepja atij sigurinë se ishe i disponueshëm. Imagjino dy njerëz që mbajnë një litar të tendosur. Nëse ti gjithmonë tërheq, tjetri duhet vetëm të rezistojë ose të lëshohet, por nuk ka pse të bëjë përpjekje ta mbajë. Në momentin që ti e lëshon litarin për t'u kujdesur për duart e tua, tjetri humb ekuilibrin. Ai pengohet, ndjen mungesën e mbështetjes dhe kjo mungesë bëhet pasqyrë së vërtetës së tij. Pa energjinë tënde të vazhdueshme, që ushqente egon ose ndjenjen e tij të sigurisë, ai ose ajo detyrohet të gjenerojë energjinë e vet, të përballet me vetminë e vet dhe të pyesë pse bota befas duket më e ftohtë. Ai ose ajo ndjen që energjia jote është riorientuar, që zemra jote nuk jepet më si më parë, dhe kjo trondit më shumë se çdo distancë fizike. Mungesa emocionale është shumë më e fortë se heshtja verbale. Njeriu mund të mësohet që ti të mos shkruash, mund të mësohet me pauzat, por jo me faktin që nuk mban më të njëjtin vend të veçantë brenda teje. Në këtë pikë hyn në fuqi ligji i ekuilibrit. Duke tërhequr vëmendjen tënde, ti pushon së shtyri dhe kur pushon së shtyri, tjetri pushon së ikuri. Nuk ka më asgjë nga e cila duhet të mbrohet, dhe kur muri mbrojtës bie, ai përballet me ndjenjat e veta. Është sikur jeta të thotë, tani je gati që ajo që të përket ty të filloj të lëviz, por kjo lëvizje lind nga shqetësimi. Boshllоku që ke lënë kërkon të mbushet dhe me që ti nuk je më i gatshëm ta mbushësh atë me thërrime apo përpjekje njëanshme, mbetet vetëm një person që mund ta bëjë, ai vetë. Kjo është arsyeja pse tani ndjen këtë shqetësim. Kjo është arsyeja pse të duket sikur energjia e tij po të kërkon. Edhe nëse ai nuk thot asgjë, brenda ti ka ankth. Ai sheh gjëra që më herët i injoronte, mendon për gjëra që dikur i merrte si të mirëqena. Tërheqja jote energjetike nuk e ka këputur lidhjen përkundrazi, e ka çliruar atë nga zhurma dhe e ka lënë këtë person vetëm me një të vërtetë që e ka shmangur për shumë kohë. Dhe kjo e vërtetë, kur ndeshet në heshtje, vepron si një pasqyrë e pamëshirshme që nuk të tregon vetëm ty, por edhe ato pjesë të tij që ai ka fshehur në errësirë. Për ta kuptuar me të vërtetë pse ky person po reagon tani dhe jo më herët, duhet t'i drejtohemi asaj që psikologjia e thellë, e frymëzuar nga Carl Jung, e quan hije dhe pasqyrë. Çdo njeri mban brenda vetes një hije, një thes të padukshëm ku ruajmë gjithçka që nuk duam ta pranojmë tek vetja. Aty përfundojnë frikërat tona, pasiguritë tona, por edhe aftësia jonë për të dashur pa kushte kur kemi qenë të lënduar në të kaluarën. Kur ky person u tërhoq, gjeti justifikime ose u soll ftohtë, ai në të vërtetë nuk po reagonte ndaj teje, por ndaj hijes së vet. Frika se mos të humb shfaqet tani për të bërë të dukshme diçka që ka qenë gjithmonë aty, por e fshehur pas plagëve të vjetra dhe mekanizmave mbrojtës. Përderisa ti ishe e pranishme dhe e ndiqe pas, funksionoje si një enë për projektimet e tij.
Nëse brenda ti ekzistonte frika nga afërsia, ai mund ta binte veten se ti ishe shumë intensive ose se koha nuk ishte e përshtatshme. Mendja e tij logjike e përdorte praninë tënde për të justifikuar frikërat e veta. Por tani që ti je tërhequr, i ke hequr atij kanavacën mbi të cilën projektonte filmin e tij të brendshëm. Tani ai rri vetëm në sallën e kinemas, filmi vazhdon, por këtë herë ai kupton se protagonisti dhe antagonisti janë i njëjti person. Ai është i detyruar të përballet me pjesë të vetes që nuk ka dashur kur t'i takoj. Dhe ky proces është intensiv. Këtu hyn në lojë një ide magjepse që shpjegon pse ai ndjen se po të humb pikërisht ty dhe jo dikë tjetër. Thellë në psikikën e tij ti përfaqëson një imazh të shpirtit. Jung thoshte se ne kërkojmë jashtë atë që kemi humbur brenda vetes. Energjia jote, mënyra si e sheh jetën, mënyra si dashuron mishërojnë një pjesë të thelbit të tij që ai e ka shtypur ose e ka humbur. Ndoshta ti përfaqëson cenueshmërinë që ai nuk ja lejon vetes ta tregojë. Ndoshta mishëron paqen ose ndjesinë e shtëpisë që kërkon bota e tij kaotike. Prandaj, kur ti largohesh, ai nuk ndjen thjesht humbjen e një partnere të mundshme ose një miku. Ai ndjen sikur një pjesë jetike e identitetit të tij po i shyhet. Frika se mos të humb nuk është përpjekje kontrolli, nuk është manipulim, është një zgjuarje. Një zgjuarje drejt vetdijes se ti nuk mund të zëvendësohesh. Ai fillon të shohë se ajo që ka ndier me ty nuk do të kthehet me askën tjetër. Dhe ky ndryshim peshon rënd. Peshon sepse tregon se çfarë ka vërtet rëndësi mes gjithçkaje që dukej e qëndrueshme në jetën e tij. Hija e tij që dikur i pëshpëriste, ik që të jesh i sigurt, tani i pëshpërit se siguria e vërtet ishte pikërisht tek lidhja që ai ka neglizhuar. Ai kupton se shpesh nuk ka qenë mungesë dashurie, por paftësi për të përballuar atë që ndjente mosdia e mënyrës si t'i afrohej pa u ndier i zhveshur emocionalisht. Ky konflikt i brendshëm është një betejë e heshtur midis egos së tij, që dëshiron të mbajë kontrollin dhe distancën, dhe vetes së tij më të thellë, që tek ti sheh një drejtim. Kur një njeri jeton me frikë, ai vepron me indiferencë, por kur shpirti e ndjen rrezikun e humbjes, frika e humbet fuqinë dhe thelbësoria del në sipërfaqe. Kjo pjesë thelbësore tani kalon përmes kujtimeve, analizon çaste, vështron fjalë që më parë dukeshin të parëndësishme. Ai rikujton skenat e vogla që dikur dukeshin të parëndësishme, por tani duken si pjesë kyçe të një puzzle. Është sikur jeta po ja tregon ngadalë atë që ai nuk e ka vlerësuar. Kjo ndërgjegjësim nuk i sjell atij qetësi të menjëhershme. Sjell lëvizje, tension, konflikt. Ai ndjen se po qahet mes dy poleve. Nga njëra anë, identiteti i tij i vjetër kërkon prej tij të qëndrojë besnik ndaj vendimit për t'u tërhequr. Nga ana tjetër, një forcë më e thellë që buron nga njoja e tij e brendshme e shtyn përsëri drejt teje. Dhe ky ndarje e brendshme, kjo ndjenje se ai është i ndarë jo vetëm prej teje, por edhe prej asaj pjese të vetes që ti aktivizove, shkakton simptoma dhe sjellje që shkojnë shumë përtej trishtimit të thjeshtë. Ajo që ai po përjeton është një krizë transformimi, dhe edhe pse ai përpiqet ta fshehë pas një maske normaliteti, ka shenja të qarta që ai nuk mund t'i kontrollojë dhe që ti do t'i vëresh nëse je e vëmendshme. Tani që e kupton se heshtja e jashtme nuk do të thotë qetësi e brendshme, është thelbësore të futesh më thellë në atë që po ndodh vërtet pas skenave të jetës së tij. Nga jashtë, ndoshta gjithçka duket e pandryshuar. Ndoshta e sheh duke kryer detyrat e tij, duke marrë pjesë në ngjarje shoqërore ose duke paraqitur një imazh stabiliteti të palëkundur. Por kjo fasadë është jashtëzakonisht e brisht tani. Ajo që ai përjeton brenda është një kaos i vërtet mendor dhe emocional, që shprehet përmes një simptomatologjie shumë specifike. Ky person, i cili ndoshta për një kohë të gjatë ka ikur nga ndjenjat e tij, tani zbulon se nuk mund të ikësh nga diçka që e mban brenda vetes. Shqetësimi për të cilin folëm nuk është më një bezdi e lehtë, është bërë një prani e vazhdueshme që prish ritmet e tij biologjike dhe paqen e tij të brendshme. Një nga simptomat më të qarta dhe më universale të kësaj zgjuarje përmes frikës së humbjes është ndryshimi i gjumit.
Ka shumë gjasa që ky person të vuaj nga periudha pagjumësie ose edhe më treguese të zgjohet papritur në orët e para të mëngjesit, shpesh midis orës 3 dhe 4. Në shumë tradita shpirtërore dhe psikologjike, kjo kohë konsiderohet periudha kur bariera midis egos dhe mendjes së vetëdijshme është më e hollë. Kur mekanizmat logjik mbrojtës flenë, shpirti dhe nënvetëdia marrin kontrollin dhe fillojnë të bërtasin me zë të lartë atë që heshtet gjatë ditës. Ai zgjohet me një presion në gjoks, me një frikë të shpërndarë që nuk lidhet me asnjë problem profesional ose familjar, por që ka një origjinë të pastër emocionale. Në këto momente errësire dhe qetësie, mendimet e tij shkojnë pa shmangje tek ti. Ai nuk mund të shpërqendrohet më me zhurmën e botës, dhe pikërisht aty ai e ndjen madhësinë e mungesës tënde si një peshë të vërtet fizike. Por ky kaos nuk kufizohet vetëm në natë. Gjatë ditës, mendja e tij fillon të punojë kundër tij. Ai lufton me mendime ndërhyrëse që i prishin përqendrimin. Ai kryen një detyrë të zakonshme, drejton makinën ose flet me dikë dhe papritur, pa paralajmërim, i shfaqet një imazh i yti. Nuk është një mendim i zgjedhur me vetëdije, është një kujtim që i pushton vetëdijen. Dhe gjëja më interesante është natyra e këtyre kujtimeve. Ai nuk i kujton konfliktet ose arsyet që dukeshin logjike për distancën e tij. Ai kujton ngrohtësinë, të qeshurat e përbashkëta, ndjenjen e sigurisë që i jepte afërsia jote. Kujtesa e tij fillon të rishkruajë historinë e çliruar nga justifikimet që ai kishte krijuar për t'u larguar duke lënë vetëm të vërtetën e lidhjes. Ky rikthim i pavullnetshëm në të kaluarën është i dhimbshëm, sepse bie në kontrast të fortë me realitetin e tij aktual, një realitet në të cilin ti nuk e ushqen me atë lidhje. Në botën tonë moderne, ky shqetësim i brendshëm gjen një dalje shumë specifike, sjelljen digjitale. Me që krenaria ose frika ende e pengon atë të kontaktojë drejt për drejt, shqetësimi i tij i brendshëm kërkon lehtësim përmes diçkaje që mund të quhet stalkim energjetik. Ka shumë gjasa që ti e ke vënë re ose të paktën e ke ndjerë se ky person i ndjek hapat e tu në botën digjitale gati në mënyrë obsesive. Ai nuk ndërvepron, nuk lë gjurmë të dukshme si pëlqime ose komente, sepse kjo do të thotë të ekspozohet dhe të pranojë se ti je e rëndësishme. Por ai vëzhgon. Ai sheh storit e tua, kontrollon nëse je online, lexon sërish bisedat e vjetra me shpresën se do të marrë pak nga energjia jote për të qetësuar sindromin e tij emocional të mungesës. Kjo sjellje në rrjetet sociale nuk është një kurreshtje e thjeshtë, është një detyrim për t'u siguruar që ti ende ekziston në orbitën e tij, edhe nëse vetëm në periferi. Kur ai sheh që ti poston përmbajtje ku shkëlqen, dukesh e qetë apo thjesht ndjek rrugën tënde, ai ndjen një përzierje lehtësimi dhe frike. Lehtësimi, sepse ti ende je aty, dhe frika, sepse ti po ja del mban mirë pa ndërhyrjen e tij. Ky vëzhgim i heshtur është mënyra e tij për të pirë pak nga lidhja pa paguar çmimin e cenueshmërisë. Por paradoksalisht, kjo vetëm sa e shton urinë e tij. Të shoh pa mundur të ndjej e bën boshllokun edhe më të thellë. Ai kërkon shenja që ti ende e pret, por kur ai ndjen dridhjen tënde të re, të pavarur, frika e tij rritet menjëherë. Ai detyrohet përsëri të përballet me realitetin se koha e tij po mbaron. Kjo turbulencë e brendshme bëhet aq e fortë sa fillon të tejkalojë kufirin e tij individual. Energjia sillet si uji, kur bllokohet dhe lëviz me forcë, ajo kërkon një rrugdalje. Dhe meqense se kanali fizik i komunikimit mes jush është i bllokuar, gjithë ky ngarkim emocional, kjo dhimbje e pashprehur dhe kjo dëshirë për afërsi fillon të lëviz përmes kanaleve të padukshme që gjithmonë kanë ekzistuar mes jush. Këtu ti pushon së qeni vetëm vëzhguese e procesit të tij dhe fillon të ndjesh në trupin tënd pasojat e zgjimit të tij. Sepse në një lidhje kaq të thellë, kufit mes asaj që ndjen njëri dhe tjetri fillojnë të mjegullohen. Shfaqen fenomene që mendja logjike nuk mund t'i shpjegojë, por zemra i njeh menjëherë. Tani po hym në një nga aspektet më magjepsëse dhe misterioze të lidhjeve të thella.
Për të kuptuar çfarë po të ndodh këto ditë, duhet të kujtojmë se, edhe pse fizikisht dukeni si dy qenie të ndara, në një nivel më të thellë psikikët tuaja ndajnë një territor të përbashkët. Carl Jung e quajti këtë pavetdia kolektive në kuptimin e gjerë, por mes dy njerëzve që u kanë lënë gjurmë njëri tjetrit në shpirt, lind një pavetdie e përbashkët. Imagjino një liçen nëntoksor që lidh dy pusët tuaja. Kur njëri prej jush hedh një gur brenda, valët arrin pashmangshmërisht bregun e tjetrit. Nuk ka rëndësi sa e madhe është distanca fizike, sa bllokime telefonike ka apo sa kilometra tokë ose det ju ndajnë. Uji është i njëjtë dhe dridhja transmetohet menjëherë. Është shumë e mundur që kohët e fundit të kesh përjetuar ndryshime të papritura humori, për të cilat nuk ka asnjë arsye logjike në jetën tënde të përditshme. Ndoshta ke pasur një ditë krejt të qetë, ke qenë në paqe dhe pa pritur një trishtim i thellë të ka pushtuar. Ose ke ndier një frikë të pashpjegueshme në stomak, një gunge në fyt ose e kundërta, një val dashurie dhe euforie pa asnjë arsye të dukshme. Dua të dish, në shumicën e rasteve, këto ndjenja nuk janë të tua. Ti funksionon si një antenë që pranon stuhinë emocionale të personit tjetër. Ky trishtim i papritur është dhimbja e tij për atë që ka humbur. Kjo frikë është frika e tij se mund të jetë tepër vonë. Kjo val dashurie është çasti kur mbrojtjet e tij bien dhe ai të mungon me gjithë forcën për një moment. Ky fenomen i telepatisë emocionale është prova më e fortë se lidhja ende jeton. Fija e kuqe e padukshme mes jush nuk është këputur. Në fakt, tani që ti ke hequr dorë nga ndjekja, ajo po transmeton informacion të pastër nga njëri tek tjetri. Dhe vetë jeta e konfirmon atë përmes asaj që quajmë sinkronicitete. Universi fillon të sillet si një pasqyrë e gjendjes së brendshme të lidhjes. Papritur emri i tij shfaqet në vende të papritura. Ti dëgjon një këngë me rëndësi të veçantë pikërisht në momentin kur mendove të lëshosh. Ti sheh orën dhe dallon numra përsëritës si 11, 11 ose 222 shenja të vogla të rendit kozmik që tregojnë se je në rezonancë, se procesi është aktiv dhe se nuk po imagjinon asgjë. Edhe bota e ëndrave bëhet një vend takimi. Gjatë ditës, egoja e tij lufton për të mbajtur kontrollin, për të ndërtuar mure dhe për të arsyetuar distancën. Por në gjumë egoja fiket dhe shpirti çlirohet. Është shumë e zakonshme që në këtë fazë të fillosh të ëndërrosh për të jashtëzakonisht qartë. Ëndra që duken më reale se vetë realiteti. Në këto takime të natës komunikimi shpesh është i qartë dhe i rrjedhshëm. Ka përqafime, falje, mesazhe të qarta. Këto nuk janë thjesht dëshira të mendjes tënde, janë takime të vërteta në planin astral, ku të dy tashmë po negociojnë energjinë e ribashkimit përpara se ajo të shfaqet në jetën fizike. Është sikur shpirtrat tuaj po merren vesh, ndërsa personalitetet tuaja njerëzore ende po përpiqen të harmonizohen. Dua të ndaloj pak këtu dhe të ftoj të lidhesh me përvojat e tua të fundit. Nëse këto ditë ke ndier emocione që nuk janë të tuat, nëse emri i tij të është shfaqur kudo ose nëse ke pasur ëndra që të kanë dhënë paqe dhe siguri kur je zgjuar, mund ta ndash këtë në komente. Shkruaj thjesht, e ndjej ose rrëfe shkurt shenjën që ke marrë. Kështu ti jo vetëm që i konfirmon intuitës tënde se ka të drejtë, por ndihmon edhe në krijimin e një fushe energjetike, ku të gjithë kuptojmë se nuk po imagjinojmë asgjë, ne jemi thellësisht të lidhur me një realitet të padukshëm, por të prekshëm. Të gjitha këto sinjale, të brendshme dhe të jashtme, kanë vetëm një qëllim, të përgatisin. Ato nuk ndodhin për të torturuar me kujtimin e dikujt që nuk është aty, por për të treguar se energjia e akumuluar po arrin pikën kritike. Presioni në sistemin e enëve komunikuese që ju lidh po i afrohet maksimumit. Rezistenca që ky person ka mbajtur për kaq gjatë po gërryhet nga forca e ndjenjave të tij dhe nga e vërteta e pamohueshme e lidhjes. Por dhe kjo është thelbësore që të mos e humbasësh kur ajo në fund para se ky dig të çahet dhe uji të mund të rrjedh drejt teje, ka shumë gjasa të vëresh një fenomen të fundit, të çuditshëm dhe ngatërues. Pak para agimit nata është më e errëta dhe pak para se një njeri t'i dorëzohet dashurisë,
egoja zhvillon betejën e saj të fundit, më të ashpër dhe më mashtruese. Është e rëndësishme të flasim për një fazë që shpesh është më e ngatëruara dhe më e dhimbshmja e të gjithë rrugëtimit. Një moment kur shumica e njerëzve e humbin besimin dhe largohen pikërisht kur mrekullia është gati të ndodhë. Është shumë e mundur që, pavarësisht të gjitha shenjave të brendshme dhe sinkroniciteteve, realiteti i jashtëm të tregojë papritur të kundërtën e asaj që intuita jote të thotë qartë. Mund të vësh re se ky person largohet edhe më shumë, se papritur bëhet më i ftohtë, më i largët ose më i ashpër. Ndoshta ai bllokon kanalet e komunikimit, shfaqet tepër i lumtur në publik ose merr një qëndrim radikal të indiferencës, sikur ti të mos ekzistoje më për të. Kjo sjellje nuk është as pak shenjë se ai të ka harruar përkundrazi. Kjo është ajo që ne e quajmë kulmi i rezistencës së egos, konfirmimi përfundimtar se struktura e tij e brendshme po shembet. Për ta kuptuar këtë, duhet të shikojmë natyrën e rezistencës psikologjike. Imagjino një llastik që shtrihet. Që të mund të kërcej përpara me forcë, fillimisht duhet të tërhiqet maksimalisht mbrapa. Sa më shumë të tërhiqet, aq më e fortë dhe e shpejt do të jetë kthimi në qendër. Ajo që po vëren tani është pikërisht kjo tendosje përfundimtare. Egoja e këtij personi, pjesa e mendjes së tij e krijuar për ta mbrojtur nga dhimbja dhe cenueshmëria, ndjen një kërcënim vdekjeprurës. Ajo e njeh se po humbet betejën kundër ndjenjave të veta. Dashuria që ai ndjen për ty dhe frika e humbjes tënde janë bërë aq të mëdha sa po shkatërrojnë iluzionin e kontrollit. Përballë kësaj dorëzimi të afërt, egoja reagon me dhunë mbrojtëse. Është qetësia e tendosur para stuhisë ose më mirë, ulërima e fundit e bishës para se të zbutet. Ky person nuk po lufton kundër teje, por kundër vetes. Ftohtësia e tij ekstreme është një mekanizëm dëshpërues mbrojtës. Ai përpiqet të bindë veten dhe njëkohësisht ty se nuk ka nevojë për ty. Sepse të pranoj se ka nevojë për ty do të thotë të shemb të gjitha justifikimet që ka përdorur për të qëndruar larg. Do të thotë të pranoj se ka gabuar, se është frikësuar dhe se nuk është aq i fortë dhe i pavarur sa është shtirur. Ky kulmi i rezistencës është testi yt. Ky është momenti kur jeta të pyet nëse i beson më shumë asaj që shohin syt e tu fizik apo asaj që ndjen zemra jote. Nëse i reagon kësaj ftohtësie me dëshpërim, nëse e ndjek përsëri apo kërkon përgjigje, ti heq presionin nga sistemi dhe i lejon atij të kthehet në zonën e tij të rehatisë. Por nëse qëndron në qendrën tënde, nëse e kupton që kjo tërheqje e papritur është vetëm parathënie e shembjes së mbrojtjeve të tij, atëherë ti lejon presionin të bëjë punën e vet. Kjo fazë është paradoksale dhe mashtruese. Sa më i madh të jetë heshtja e jashtme, aq më i fortë është ulërima e brendshme. Ky person po jeton në një kontradikt të padurueshme. Çdo qelisë e trupit të tij po thërret për ty, ndërsa mendja e tij e ngurtë i urdhëron të qëndrojë larg. Është një gjendje lufte të brendshme civile. Indiferenca që ai shfaq jashtë kërkon një sasi të jashtëzakonshme energjie për t'u mbajtur. Të shtirë se nuk i rëndon as pak, ndërsa shpirti i tij thërret të kundërtën është raskapitse. Dhe si çdo përpjekje që shkon kundër natyrës dhe së vërtetës, edhe kjo ka jetë shkurtësinë e vet. Askush nuk mund të mbajë një maskë të tillë gjatë pa u thyer. Energjia e lidhjes është si uji pas një dige. Mund të ndërtosh mure më të larta, mund të forcosh betonin me krenari dhe kokfortësi, por nëse lumi vazhdon të fryhet, i ushqyer nga dashuria e vërtetë dhe boshllëku që ke lënë pas, momenti kur struktura do të dorëzohet është i pashmangshëm. Dhe kur vjen ai moment, nuk ndodh në heshtje. Nuk është një rikthim i butë drejt teje, por një tërmet i brendshëm që e detyron atë të mos mohojë më të vërtetën e vet. Njeriu që ka funksionuar për kaq kohë me maska, justifikime dhe distancë, papritur përmbytet nga një forcë më e madhe se rezistenca e tij. Në atë çast ai kupton se çmimi i kontrollit ka qenë tepër i lartë, se ka humbur më shumë se sa ka dashur ndonjëherë të pranojë. Dhe pikërisht atëherë, kur presioni i brendshëm bëhet i padurueshëm, muri qahet. Jo sepse ai vendosi, por sepse shpirti i tij nuk i lë më zgjedhje.
Ajo që vjen tani është lëvizja e papritur, të cilën ti e ke ndier intuitivisht që nga fillimi i këtij udhëtimi. Një hap, një shenjë, një mesazh, një shikim, një veprim më i qartë dhe më i vërtetë se çdo gjë që ai ka treguar më parë. Jo nga nevoja, por nga kuptimi se ai nuk mund të injorojë më lidhjen. E vërteta e ka arritur, dhe kjo e vërtetë e sjell atë tek ti jo me pasiguri, por me dijen e qetë se ti je vendi ku shpirti i tij mund të marrë frymë sërish.